Kosova ende ka mbetur pa institucione të reja, disa seanca kuvendi kanë dështuar me radhë derisa është bërë vetëm verifikimi i mandateve të deputetëve, por si të tillë, ata nuk kanë arritur të zgjedhin edhe kryeparlamentarin e ri apo udhëheqësit e tjerë. Kësaj Kosova ende po udhëhiqet nga qeveria në dorëheqje e kryesuar nga Albin Kurti, Kosovës dhe deputetëve të zgjedhur të saj, po u bë thirrje që sa më parë të formojnë institucionet e reja dhe të vazhdojnë rrugën e saj përpara, por si i shohin BE-ja dhe SBA-ja zhvillimet në Kosovë në prag të formimit të institucioneve të reja. Lidhur me këtë çështje ka folur profesori amerikan Alon Ben Meir. Ai ka përmendur disa nga arsyet pse Kosova po dështon ta formojë një qeveri të re, që nga zgjedhjet parlamentare në shkurt, përpjekjet e përsëritura të kryeministrit Kurti për të formuar një qeveri të re kanë dështuar. Ka disa arsye pse Kurti nuk ka qenë në gjendje të tërheqë një nga partitë e dyta ose të treta më të mëdha, Partinë Demokratike të Kosovës, të Qendrës së Djathtë ose LDK-n, Partinë Konservatore në pushtet, që i fitoi 20 vende për të bashkuar me të në një qeveri koalicioni. Së pari udhëheqësit e secilës parti nuk duan të formojnë një qeveri me Kurtin, ata kanë një mosmarrëveshje serioze me të për çështjet e politikave dhe mënyrën se si ai e ushtroi pushtetin e tij gjatë gjithë mandatit si kryeministër. Së dyti, megjithëse të dielën e kaluar legjislatura e Kosovës bëri që të betohen 120 ligjvënësit që do të ulen në kuvendin e sapo zgjedhur ose në parlament pas një mosmarrëveshje procedurale midis partive politike, kuvendi dështoi të zgjedhë një kryetar të ri, një parakusht ky për formimin e qeverisë së re. Kandidati i vetëvendosjes për kryetare Albulena Xhiu u mund 2 herë në 2 votime të njëpasnjëshme, vetëm 57 vota e mbështetën atë, kur nevojiten 61 në një parlament me 120 vende për të zgjedhur kryetarin, vlerëson profesori amerikan. Ai më tej thotë se një tjetër arsye për dështimin e kuvendit është konsensusi publik në rritje në lidhje me bllokimin e vazhdueshëm. Këmbkulja e Kurtit që Albulena Xhiu të zgjidhet si kryetare shihet me një farë përbuzjeje, sepse duket sikur Kurti po e vendos interesin personal mbi ata të kombit. PDK e Qendrës së Djathtë dhe LDK janë bërë gjithnjë më të vendosura në refuzimin e tyre për të mbështetur kandidatin e Kurtit. Sigurisht publiku i gjerë po bëhet gjithnjë më i paduruar, sepse bllokimi po ndikon në funksionimin e qeverisë dhe po e pengon më tej dialogun me Serbinë, të cilin BE-ja mezi pret ta nisë, vlerëson profesori amerikan. Ai thotë se Kurti tani duhet të përballet me realitetin dhe të vendosë si do të veprojë për të parandaluar një krizë të plotë kushtetuese. Ai duhet të zgjedhë midis 3 opsioneve, sipas profesorit amerikan. Opsioni i parë është të emërojë një kandidat tjetër për kryetar parlamenti, ndoshta me konsultim me 2 partitë e tjera më të mëdha, dhe të shpresojë se do ta fitojë mbështetjen që i nevojitet për të zgjedhur një kryetar të ri parlamenti dhe për të vazhduar me formimin e qeverisë. Nuk ka asnjë garanci se ky opsion do të funksionojë, por megjithatë ai duhet ta provojë vërtet. Opsioni i dytë është ai të thërrasë zgjedhjet e reja. Ky mund të jetë opsioni më pak i dëshirueshëm për Kurtin, duke pasur parasysh pa kënaqësinë e publikut për mënyrën se si ai u soll. Përveç kësaj, publiku është i vetëdijshëm se BE dhe SBA nuk e pëlqejnë Kurtin, gjë që mund të shtojë popularitetin e tij në rënje. Si rezultat, Kurti mund të humbas disa vende, duke e bërë edhe më sfiduese formimin e një qeverie të re. Opsioni i tretë i Kurtit është të ftojë PDK-n, e cila mban 24 vende dhe është më afër mendimit të tij politik, që t'i bashkohet atij në një qeveri koalicioni, duke pasur parasysh mosgatishmërinë e PDK-s për të bashkuar me Kurtin. Ai do të duhet të bëjë lëshime të rëndësishme për të joshur këtë parti që t'i bashkohet, për shembull duke ofruar një portofol të rëndësishëm, siç është mbrojtja, Ministria e Jashtme ose Ministria e Thesarit, vlerëson ai më tej. Profesori Ben Meir thotë se BE-ja dhe SBA-ja po e monitorojnë nga afër bllokimin institucional të Kosovës me shqetësim në rritje. Të dyja kanë theksuar urgjencën e rifillimit të dialogut të vonuar Kosovë-Serbi dhe e shohin procesin e zgjatur të formimit të qeverisë si një pengesë të rëndësishme për përparimin diplomatik. BE-ja në veçanti e ka lidhur stabilitetin institucional me përparimin e Kosovës në integrimin evropian. Nga perspektiva e SBA-s, pamundësia për të formuar një qeveri të qëndrueshme ngre pyetje në lidhje me pjekurinë e leadershipit dhe angazhimin ndaj proceseve demokratike. Komuniteti ndërkombëtar pret që udhëheqësit e Kosovës të ngrihen mbi vijat partijake dhe të sigurojnë që institucionet demokratike të vendit të funksionojnë në mënyrë efektive për hir të Kosovës dhe gjithashtu të paqes rajonale. Në analizën përfundimtare, Kurti nuk është në një pozicion të mirë dhe opsioni i parë mund të jetë më i miri i tij. Nëse ndonjë nga 3 opsione dështon të zbatohet, partitë e tjera do të duhet të arrijnë një konsensus dhe të formojnë një qeveri të re koalicioni pa vetëvendosjen. Është ende një detyrë e vështirë, por nëse partitë e tjera janë kategorike në refuzimin e tyre për të bashkuar me Albin Kurtin, ato do të duhet të gjejnë një gjuhë të përbashkët
dhe të formojnë qeverinë e tyre, thot ai.